Këshilli gjyqësor i Kosovës ka refuzuar kthimin e gjyqtarëve serb të dorëhequr në vitin 2022. Pas 4 vjetësh, gjyqtarët dhe stafi mbështetës kishin kërkuar tërheqjet e dorëheqjeve të tyre. Megjithatë, me 9 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim, KGK-ja refuzoi rikthimin e tyre në punë. Përgjatë mbledhjes së të enjtës, anëtarët arsyetuan votën e tyre kundër kthimit të gjyqtarëve të dorëhequr e u propozua që të hapet konkursi për plotësimin e hapësirës së lënë nga ta. Nuk kam garanci të them për të gjithë, po për disa po. Ata janë të përfshirë dhe në aktivitete politike. Kështu që një gjyqtar dhe një staf administrativ që është i përfshirë në aktivitete politike, absolutisht nuk ka vend në sistemin gjyqësor në Republikën e Kosovës. Zgjidhja do duhet ishte që të bëhet propozimi që këta gjyqtarë faliron nga detyra dhe të hapet konkursi duke plotësuar, duke respektuar plotësisht kotat kushtetuese. Në mbledhjen e Këshillit Gjyqësor, anëtarja Ivana Milenković ishte e vetmja që votoi në favor të rikthimit të gjyqtarëve serb të dorëhequr, duke thënë që do të mbrohej rendi kushtetues. Me këtë hap do të mundësojmë gjyqtarëve që të kthehen në detyrat e tyre. Do ta mbrojmë rendin kushtetues dhe do ta rikthejmë sigurinë juridike për qytetarët. Vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës e ka përshëndetur ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, e cila tha se së shpejti do dekretoj lirimin e gjyqtarëve serb nga detyra. Muaj më parë edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës refuzoi rikthimin e prokurorëve serb të dorëhequr si shem proteste ndaj vendimeve të qeverisë së Kosovës në vitin 2022. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.